Perëndia tha, unë ju kam caktuar, ju kam vendosur, unë ju kam mbjell që të shkoni e të jepni fryte. Të kesh një jetë shumë produktive në një botë të zënë. Për këtë do të flasim në këtë takim. Së pari, më lejoni të them se nuk ka shkrime në Bibël ku Perëndia na urdhëron apo na sugjeron se ne duhet të jemi të zënë. Nuk thot jini të zënë, por flet shumë për të qenit të frytshëm. Prodhimi të fryteve të mirë. Unë do të flas në këtë takim për prodhimin e fryteve të mirë. Do të flasim në dy mënyra. Njëra është frytet e frymës. Dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, të gjitha gjërat e bukura që duhet të dalin prej nesh, që njerëzit të shohin se jemi të vërtet. Dhe kemi më shumë se një ngjitse në makinë. Në fakt kemi disa fryte këtu brenda. Dhe gjëja e dytë është, kjo është shumë e rëndësishme. Prodhimi i fryteve dhe dalja e tyre prej nesh, aty ku jetojmë, duke qenë të mirë me njerëzit, duke ndihmuar ata që nuk e meritojnë. Njerëzit që janë në nevojë, njerëzit e varfër, përfshirjes për ta bërë më të mirë jetën e dikujt tjetër, dhe jo duke kaluar kohën për të bërë të lumtur vetëm veten tonë. Vetvetja është problemi më i madh që ne kemi. Lexova një kapitull në një libër mbi këtë dhe do ta lexoj përsëri. Unë vetë kam shumë nevojë. Ne mund të përthithemi kaq shumë në veten tonë, saqë fillojmë të mendojmë se edhe Perëndia jeton për ne, për të na bërë të lumtur e për të na dhënë ato që duam. Por duhet të jetë e kundërta, edhe pse Perëndia do që të na bekojë dhe të na jap gjëra, ne jemi këtu t'i shërbejmë atij. Mendoj se e harrojmë këtë ndonjëherë. Ne jemi këtu çdo ditë për t'i shërbyer Perëndis. Çdo ditë ne duhet të themi, kur lutemi, Perëndi, a ka diçka që ti do të bësh përmes meje sot? Më trego dikë që ta ndihmoj. Unë kam një plan për ditën, por nëse duhet të më ndërpresësh, je i mirëpritur të më ndërpresësh. Perëndia rrallë i ndërpret njerëzit në një kohë të vodiqme. Po të shihni disa nga historitë e Biblës, është e mahniqme që kushdo që Perëndia thirri për të bërë diçka të madhe, ishte i zënë duke bërë diçka tjetër. Kur Perëndia e thirri. Abrahami, atëherë quhej Abram, ishte në reati duke bërë jetën e tij, kishte grua, fëmijë, familje, rinte në çadër dhe Perëndia i tha, koha të paketosh e të shkosh në, do të ta them kur të fillosh të ecësh. Do t'ju pëlqente kjo? Lëre familjen dhe çdo gjë dhe mblidh plaçkat dhe do të them ku të shkosh, kur të lëvizësh. Noeu, s'besoj se ai priste që t'i thoshnin të ndërtonte një ark që të përgatitej për përmbytje kur askush se dinte që ishte shiu. Pietri dhe Jakobi po peshkonin. Jezusi tha, më ndiqni, ata u larguan nga çdo gjë dhe ndoqën atë. Mendoj se shumë nga ne mbajnë një shenjë të padukshme në trupin e tyre që thot, mos më shqetësoni. Ato janë shenja që i vëm në dyert e hotelit kur duam që pastruesja të mos na zgjoj kur bëjmë gjumin e pasdites. Nuk është kjo ajo që duhet t'i themi Perëndis. Unë kam planin tim. Mos më shqetëso. Ne jemi këtu për të. Ai nuk është këtu thjesht për ne. Forca. Për ndonjë arsye, kur po udhëtoja për këtu, kjo më erdhi shumë fuqishëm. Se si ne gjithmonë themi, Perëndi kam nevojë për këtë, kam nevojë për atë, rregulloje këtë, merre këtë problem dhe më jep favor dhe kam nevojë për bekim dhe për më shumë para dhe më jep, më ndihmo, rregullo dhe mund të çojmë çdo lutje tek Perëndia, ai do që të na ndihmojë, do që ne të kërkojmë, nuk është e gabuar të kërkojmë Perëndis gjëra, por Perëndia im, nëse ne bëjmë vetëm këtë, atëherë po humbasim thelbin. Kështu unë vërtet dua t'ju inkurajoj të filloni t'i kërkoni Perëndis çdo ditë,
më trego çfarë mund të bëj për ty sot. Vër në rrugën time dikë që unë ta ndihmoj sot. Nëse do të filloni të luteni kështu, Perëndia do t'ju befasoj me disa gjëra. Mund të mos jetë gjithmonë e volitshme, por mund t'ju them atë që kam mësuar pasi i kam jetuar disa vite. Nuk mund t'i jeni egoist dhe të jeni të lumtur në të njëjtën kohë. Nuk funksionon. Kështu, s'duam që t'jemi të zënë, duam të prodhojmë fryte. Tek Mateu thuhet do t'i njihni ata nga frytet. Si do të mund ta kuptoj bota se Krishti jeton brenda nesh, vetëm nga që vëm një ngjitse në makinë me një peshk, apo vetëm nga që na shohin të dalim me makinë çdo të diel në mëngjes e semi aty për një orë apo dy, apo nga që vëm një kryq në qaf, apo e dini? Si mund ta kuptojnë ata? Ju do t'i njihni nga frytet. Të them të vërtetën, nëse do të silleshit më mirë, ndoshta do të na duhet të predikonim kaq shumë. Njerëzit mund ta shohin Jezusin. Dëgjojmë shumë për të qenit një dëshmi e t'u tregojmë njerëzve për Krishtin, dhe unë besoj te kjo, por mendoj se shumë herë duhet t'u tregojmë njerëzve diçka, para se ata të dëgjojnë atë që ne kemi për të thënë. Tani, frytet shihen në sjelljen tonë, në fjalët tona dhe në atë që bëjmë për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Kështu, njëra nga pyetjet që dua t'i përgjigjeni për veten tuaj në këtë takim të sotëm. Bëni një takim me veten tuaj në një kohë pas takimit këtu. Thjesht pyesni veten e tregoni të sinqert. Kë po ndihmoj unë në jetën time? Në jetën e kujt po sjell ndonjë ndryshim? Dhe po mund t'jeni duke rritur fëmijët dhe po ndihmoni në rritjen e tyre, dhe kjo është e rëndësishme. Ne duhet të dimë se po ndihmojmë njerëz të tjerë. Kë po ndihmoj unë? Çfarë po bëj unë për ta bërë më të mirë jetën e dikujt tjetër? Sa herë që ndihmoni njerëzit do t'ju kërkohet, do t'ju kushtoj diçka. Do t'ju kushtoj kohë, do t'ju kushtoj para, do t'ju kushtoj përpjekje. Dhe një nga arsyet pse ne nuk bëjmë më shumë për njerëzit, është sepse s'duam të japim gjërat tona. Duam t'i mbajmë. Dhe disa njerëz janë më egoist me kohën se sa me parat. Mateu 21:18-19 më pëlqen shumë. S'dua të filloj një betejë doktrinale për atë që kuptoj nga kjo, por është pikë e mirë. Thot në vargun 18: Tani në mëngjes herët, kur po kthehej në qytet, e mori Uria. Mirë, shumë njerëz në këtë botë janë të uritur, dhe nuk po flas për ushqimin fizik. Ata janë të uritur për diçka, madje as vetë nuk e dinë se ç'është. Bota nuk i kënaq, jeta nuk i kënaq ata s'mund të kënaqen, madje nuk e dinë se çfarë është ajo që duan, por janë të uritur. Kanë nevojë për diçka, por nuk e dinë se ç'është. Dhe gjatë rrugës pa një fik dhe ju afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve. Mos e harroni këtë pjesë. Nuk gjeti asgjë përveç gjetheve. Dhe i tha, mos u lidh më kur fryt prej teje, përjet, dhe fiku u tha me njëherë. Tani, unë e lexoja këtë dhe më vinte keq në fakt për pemën e fikut dhe mendoja, vërtet, kjo duket si diçka e keqe për t'u bërë. Mirë, e dini përse do ta mallkoje një pemë fiku thjesht sepse nuk ishte atë që doje. S'duket sikur është në karakterin e Jezusit që unë njoh. Derisa unë zbulova diçka për fikun. Kjo ishte në versionin original të Biblës amplifikuar. Tani e kanë ribër atë dhe kjo nuk është në ndonjë nga shënimet, por në fakt thuhet se pema e fikut, kur është me gjethe,
duhet të ketë edhe frytet poshtë gjetheve. Kështu është kjo lloj peme, kanë gjethet dhe poshtë gjetheve kanë frytet. Ishte i uritur, pa gjethet, ju afrua pemës duke pritur të kishte ushqim. Mirë, mendoj se shumë herë ne kemi vetëm gjethe dhe jo fryte. Kështu, ne kemi mesazhe të ngjitura mbi makinë, unë jam i krishter. Ne shkojmë në kish, dëgjojmë muzikë të krishter, kemi bizhuteri të krishtera, kemi gjuhë të krishter. Forca, e dini. Amen, lavdi Perëndis. Mendoj se Jezusi e mallkoi pemën e fikut sepse ajo ishte e rem. Ajo po shtirej sikur kishte diçka që se kishte vërtet. Dhe po ju them diçka, unë nuk dua të jem pemë fiku, që ka vetëm gjethe dhe jo fryte. Forca. Zoti I tha Adamit jeni të frytshëm dhe shumëzohuni. Zoti I tha Noeut jeni të frytshëm dhe shumëzohuni. Tek Gjoni kapitulli 15 Jezusi tha, në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt. Kështu vërtetoni se jeni dishepujt e mi. Kështu, nuk po vërtetojmë asgjë me ato që themi, por frytet e jetës sonë vërtetojnë se kush jemi vërtet. Dhe një nga gjërat që duhet të ndodhë ndërsa piqemi frymërisht dhe rritemi frymërisht, ashtu si rriten bebet nga foshnjëria në moshë të rritur, ne rritemi frymërisht. Dhe duhet kohë, dhe duhen përpjekje, dhe duhet punë, dhe duhet studim, dhe duhet të bëjmë gjëra si kjo që po bëni ju sot, duke ardhur këtu për të dëgjuar dikë që predikon, për të adhuruar me një grup njerëzish. Është shumë më mirë se disa nga gjërat që ju bënit, dhe mund t'ju garantoj se nesër do të ndiheni më mirë nga sa ndiheshit kur bënit ato gjëra të tjera. Amen. Gjithmonë u them njerëzve, nëse thjesht keni ardhur dhe uleni në një dhomë plot me besimtar, dhe nuk keni kuptuar asgjë, por thjesht keni qenë aty, prap se prap diçka e mirë do të ndodhë, thjesht duke qenë në një atmosferë të rrethuar nga besimtar të tjerë. E dini si është kur ju shkoni diku ku atmosfera është e keqe. Po them e keqe, plot me grindje dhe negative, e dini. Por këtu sot kemi një atmosferë të mirë. Ju, vërtet, në të dy krahët tuaj është dikush, para jush, pas jush, është dikush që është i vajosur. Amen. Ata kanë Perëndim brenda tyre. Është vendi mirë për të qenë. Kështu, unë mendoj se një nga gjërat që na duhet ndërsa rritemi është qëndrueshmëria. Ne duhet të rritemi deri në pikën ku të sillemi njësoj, pavarësisht asaj që po ndodh në jetën tonë. Kështu, unë do të kem si synim që të jem e njëjta e krishterë e qëndrueshme në lagje, kur kaloj kohë të vështira, kur nuk ndihem mirë, kur kam humbur punën, kur jam sëmur. E dini, nuk është mirë të jemi grindavet. Çfarë problemi ke? Kam qenë i zënë gjithë ditën, trafiku ishte i keq, kam dhimbje koke. Mirë, a mund t'ju them diçka? Të gjithë njerëzit kanë diçka. Të gjithë kanë diçka. Dhe të krishterët ndonjëherë mund të jenë njerëzit më të këqinj që keni parë ndonjëherë në jetën tuaj. Kjo është e tmerrshme. S'ka asgjë më të keqe se një krishter i keq. Amen. Dhe kështu, ai fryt që supozohet të dalë nga jeta juaj është durimi,
Unë si jam ende plotësisht e pjekur, po ende po punoj për këtë. Gëzimi, paqja, të doni njerëzit, të falni, të jeni të shpejt në të falur, fryti mirë dhe sa më shumë fryte të mirë të dalin prej jush, aq më të lumtur do t'jeni. Dhe ju them të vërtetën, kur lejojmë që emocionet të na sundojnë dhe veprojmë keq dhe sillemi keq, pavarësisht se sa justifikime mund të nxjerrim për këtë, kjo na bën të ndihemi keq brenda nesh. Pavarësisht se këfajsojmë, e dim se s'është e drejtë dhe na bën të ndihemi keq së brendshmi. Dhe po ju them të vërtetën, dhe mund ta them këtë 100 herë sot që të mos e harroni, sa më mirë ti trajtoni njerëzit, aq më të lumtur do t'jeni. Amen. Gjoni 15-16. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve. Dhe ju caktova të shkoni dhe qëllimisht ju kam mbjell, më pëlqen kjo. Me fjalë të tjera, kudo që jeni, si jeni aksidentalisht. Perëndia tha, unë të kam vënë diku dhe të kam vënë aty me një qëllim, dhe unë të kam mbjell aty që kështu të shkosh e të japësh fryte. Forca, ju thoni, s'më pëlqen vendi ku jam. E po, s'ka pse t'ju pëlqej ai vend, jeni aty të jepni fryte për Zotin. Nëse bëni atë për të cilën ai ju ka vënë, ndoshta do t'ju ngrejë në detyrë diku tjetër. Nëse vazhdoni të ankoheni për atë vend, mund të shkoni në një më të keq. Amen. Gjithmonë them, ankohuri në vend, lavdëro shko më larg, nëse ju doni. Çfarë po bëj unë këtu? Mirë, nëse do të besoni shkrimet, Perëndia tha, unë ju kam caktuar, ju kam vendosur, unë ju kam mbjell, që të shkoni e të jepni fryte, që ati juaj në qiej të nderohet dhe lartësohet. Dhe kjo e qartëson arsyen përse jemi këtu. Të nderojmë dhe lartësojmë Zotin. Tani, për kufizimi i frytit, është ai që prodhohet nga energjia e brendshme e një organizmi të gjallë. Kështu me fjalë të tjera, çfarëdo që ju shihni të dalë së jashtmi është rezultati diçkaje që ndodh së brendshmi. Dhe kështu e dini që një pemë është portokall sepse ka portokalle. E dini se është pemë molle sepse ka kokra molle. Mund ta dini që një krishter është i krishter nëse shihni një fryt të krishter. Por nëse flisni veç fjalë, e keni qëndrimin se jeni më të mirë se të tjerët, apo keni një qëndrim gjykues kundrejt të gjithëve, atëherë kjo nuk është gjë e mirë. Amen. E dini, ka shumë njerëz, ka kaq shumë njerëz në botë që janë të lënduar, rënd, dhe shumë herë si të krishterë ne mësohemi të rrim me njëri tjetrin dhe të ndihemi shumë frymëror së bashku, saqë kur dalim në botë dhe ndeshemi me dikë që është dhe gjëja e parë që tundohemi të bëjmë është të tërhiqemi dhe të izolohemi. Më kujtohet që isha me një pastor nga Anglia, ishte edhe burri im me dikush tjetër, dhe ky burr nga Anglia, një tip i veçantë, ishte shumë i mirë me njerëzit. Dhe shkuam të merrnim një kafe, vajza që shërbente i kishte lyer flokët me 5 ngjyra të ndryshme dhe i shkonin në 40 drejtime të ndryshme dhe ajo kishte vëdh gjithandej mirë. E dini, unë mund të ndjeja qëndrimin tim fetar që forca. A e ndjeni ndonjëherë atë gjën e vogël
fetare që ju vjen këtu, me njëherë ju jeni të sigurt se mirë, ky burr nga Anglia përkulet mbi banak dhe i thot: "Më pëlqen vërtet floku yt, si e bën këtë?" Kështu filloi bashkëbisedimin me të dhe ishin thjesht duke shijuar bisedën dhe ne duhet ta duhet ta heqim qafe këtë fasad fetare. Amen. E tregoj këtë histori ndonjëherë, unë ritregoj çdo gjë që më vjen në zemër, po bëja pazar me një tjetër predikuese, ajo është ungjillizuese, unë jam mësuese. Dhe hym në një dyqan dhe vajza aty tha: "Pse jeni në qytet?" Ne tham: "Jemi të Krishtera, kemi një konferencë." Ajo tha: "Unë jam frymërore." Dhe unë gjithmonë bëj Kur i thoni dikujt se jeni të Krishterë dhe ai të thotë se është frymëror, zakonisht në fillim duhet të kuptosh se për çfarë lloj frymërori po flet. Dhe kështu ne hym në bisedë me të dhe ajo tha edhe disa fjalë të këqija, fjalë shumë të rënda dhe ajo tha: "O, më falni", dhe shtoj: "E dini, edhe Perëndia shan." E po, unë u bëra dhe drejtova edhe shpinën, do të mbroj Perëndin. U përkula mbi banak dhe i thash: "Perëndia nuk shan." Mikesha ime ungjillizuese doli para meje dhe tha: "Por i do njerëzit që shajnë." Dhe dëgjoni, ja çfarë doja të bëja unë, dhe shumë njerëz fetare bëjnë këtë, akoma se kishim kapur peshkun dhe unë doja ta pastroja. A e kuptoni këtë? Kështu, mund të keni një qëndrim për njerëzit me të cilët punoni dhe të gjykoni sa të doni të gjitha gjërat e gabuara që bëjnë, por do t'ishte shumë më mirë po të bënit atë që Jezusi bën, i takon njerëzit në pikën ku janë. Forca tani. Ai i takon njerëzit në pikën ku janë dhe pastaj duke i dashur ata, i ndihmon të shkojnë aty ku duhet të jenë. Fryti është shprehje e dukshme e diçkaje të padukshme që punon në brendësinë tonë. Që njerëzit të dallojnë se Perëndia po punon në jetën tonë, duhet të shohin si ne ndryshojmë. Tani duhet kohë. Kjo s'mund të rregullohet me njëherë, do t'jemi duke u rritur për sa kohë. Kemi një trup njerëzor, prandaj edhe ne vazhdimisht duhet të mësojmë. Ne gjithmonë duhet të arsimohemi, e riarsimohemi, të ridëgjojmë disa nga të njëjtat gjëra përsëri. Kështu, Efesianëve 3:20 thot: "Perëndia është në gjendje të bëjë jashtëmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë ose shpresojmë, sipas fuqisë së Tij që vepron në ne." Tani, ne nuk duhet ta mbajmë Jezusin vetëm për veten tonë dhe ta kthejmë atë në kutinë tonë private të gjërave. T'i japim një listë me 10 gjëra që na duhen për të mbetur të shpëtuar. E po Perëndi, nëse ti nuk e bën, nëse nuk marr një mrekulli sot, Perëndi nuk e di nëse mund ta shty. Unë thjesht se di nëse mund të mbahem, u prish kondicioneri e teknikus vjen për 3 ditë, jam i dëshpëruar. Por po ju them, nuk e keni idenë se çfarë do Perëndia të bëj përmes jush. Gjëra të mrekullueshme. Mirë, unë dua t'ju kujtoj përsëri se Bibla kur thot që të jemi shumë të zënë, ajo thot të jemi të frytshëm.